Cilat janë ato shenjat apo ato simptomat që tregojnë se truri ynë ka nevojë për ndihmë? Pra çfarë ndodh? Kur ne nuk i kemi të gjitha. Për shembull, ndoshta haresa siç ju e përmendët, lodhje mendore, kjo mjergulla e trurit që duhet zbërthyer, çfarë është? Po. Atëherë, po ja them në disa pak minuta, në disa pak sekonda, ndoshta kohë. E para njëherë kur ne shikojmë që nuk kemi një përqendrim të mirë. Pra përqendrimin e kemi vetëm për disa minuta, pastaj na ikën përqendrimi. Atëherë ne duhet fillojmë të kërkojmë, pra po them kur duhet kërkojmë ndihmë, apo simptomat më saktë, po themi simptomat, jo kur kërkojmë ndihmë, por simptomat që ne mund të kemi. Kur jemi të humbur në mendime, kur shpesh atë informacion që ne marrim nuk e përpunojmë mirë. Për shembull, marrim leximin, nuk ndjekim edhe nuk e fusim në sistemin tonë mendor. Kemi probleme me ndjekjen e bisedave dhe të diskutimeve, lodhemi shpejt. Harrojmë gjërat e thjeshta. Për shembull, ku i kemi lënë çersat, ku i kemi lënë makinën në parking, kemi lënë diçka tjetër. Ta emrash të njerëzve. Detyrat e ditës që kemi marrë, për shembull, bëjmë ca detyra ditës sot që çfarë duhet bëjmë dhe më pas ne i harrojmë dhe i rikujtojmë prapë. Pra kemi një humbje të kujtesës të momentit shkurtër për elementet shkurtër. Pra kjo fillon që është edhe mbushur, prandaj quhet dhe mjergu e trut, se mbushet truri me mjergu. Kemi reagimet ngadalta në momentin që duhet marrim disa vendime, pra nuk dim, jemi konfuz. Në ana tjetër mund të kemi probleme edhe si një boshllëk brenda trurit tonë. Kemi një mungesë të humbjes së interesit për gjërat në jetë. Kemi probleme me gjumin e tepërt, ku një person do të frijë 9 orë, 10 orë, 11 orë. Duhet patjetër të fillojë të kërkojë ndihmë sepse te truri tim nuk funksionon mirë dhe gjithë sistemi i jon pastaj do shkatërrohet. Kemi tek njerëzit të cilët zgjohen dhe nuk flen mirë, pra zgjohen shpesh natën, pra që duhet ta kuptojmë. Kemi probleme për shembull që nuk ju intereson një njeriu asgjë më në jetë. Janë të mërzitur nga jeta, janë të lodhur nga jeta dhe i duket si diçka pa kuptim. Dhe në këtë rast janë një pjesë e këtyre që janë dhe vrasës serial janë brenda këtij kontekstit, ose njerëzve të cilët krijojnë konflikte dhe probleme tjera. Kemi probleme të humbjes së ekuilibrit, kemi probleme të marrjes së mendshme, të nivelit të rritjes së qoftë marrjes frymës apo dhe të aritmisë, bllokimit ndonjëherë të shikimit, largimit shikimit afër dhe larg të cilën ne nuk e kontrollojmë mirë. Pra këto janë ato simptoma të cilat ne mund të themi që janë kryesore, se mund të ketë të tjera. E padyshim që duhet kërkuar ndihmë se kam përshtypjen se shumica që na ndjekin thonë, "Ua, po unë i kam këto të gjitha." Atëherë i bie që të gjithë kanë nevojë për disa këshilla. Përpara se të 80% të njerëzve në rang botror kanë nevojë për këtë problem dhe ata që janë 20% nuk është se nuk kanë nevojë, ata e kanë marrë ndihmën. Pra të gjithë kanë nevojë 100%, po 20% e kanë marrë ndihmën. Dhe tek ta futen njerëzit që e duan shëndetin më shumë, janë më të përkushtuar te shëndeti, që kanë këshilltarët e tyre mjekësor apo janë ndoshta edhe nivelet më të pasura etj. Pra i kanë gjërat i kanë konceptuar më mirë.